Sot, dua të flas për frikën që na krijohet nga opinioni I atyre që nuk na njohin fare se kush jemi, që nuk e njohin fare historinë tënde dhe nuk kanë ecur asnjë ditë në këpucët e tua. Ne jemi rritur duke u mësuar të kemi frikë nga çfarë do thonë të tjerët. Të ulim zërin ton, dritën ton, të ulim ndjeshmërinë ton, vetëm për të mos u gjykuar nga të tjerët. Por, e vërteta është kjo. Njerëzit gjithmonë do flasin. Edhe nëse ti hesht, edhe nëse ti përpiqesh të përshtatesh me atë që ata duan, përsëri ata do flasin. Por, në momentin që ti ndalon së jetuari për të pritur aprovimin e të tjerëve, në momentin që ti nuk e fsheh më zemrën tënde të ndjeshme, aty pikërisht fillon forca jote e vërtet. Sepse ndjeshmëria nuk është dobësi. Është guxim. Do të thotë që ti je I vetëdijshëm për atë që po të ndodh. Është shenjë e një shpirti të zgjuar. Unë nuk kam frikë të jem kjo që jam. Dhe le të më gjykojnë. Mos kini frikë të jeni vetja juaj, pavarësisht se të tjerët nuk e besojnë që ju jeni vetja juaj. Lërini të tjerët të gjykojnë, sepse aty pikërisht ku përfundon frika nga gjykimi, aty fillon liria jote.